Nxitoni, ngutuni në xhenetin e Allahut, gjerësie e të cilit është sa qiell e toka. I ka pas dur me ka thonë, dhe i t'ja është të urme vonona me i në xhenet. Për shumë hinë namazë e thotë, që e të kry që t'loj e pëtën. Loj të mu, e shtu namazën. Dikur s'falet heq që s'kon vakt. Këtu është, që ka e të mu, la e të zbru në bomba të mike, që s'më ki vakt, që e të mu. Që të tha në mesin tonë, nësë në gjëshëm, është një miliarder. Një miliarder, tha. Gjda 3 ditë të e bën hatë me Kurani, tha, unë e një, se kom gjematëm. Përfacusi i gati 10 kompanive botënuar në Arabinë Sauditëm, edhe ka vakt, apëm. Meri 10 përgzu me xhenet. Pejgamberi se mi ka përgzu, filonin xhenet. Në ata i gjallë të konë, ti në xhenet ti ka thonë. Mas që së fjallet të nërëzën, pejgamberi po i thotë Allah, që po të më shumë. Kush i ka thonë pejgamberit? Allahu i ka thonë. A është dopsu zëllçmëria e veprimit të këta apo shtu? Këqyre që shumë është shtu si kurse një tro premtim s'kanë marë. Një tro përzim s'kanë marë. Pse? Pse ahireti ka ndërtu mentalitet të veprimit, të aktivitetit, të zëshmërisë, a i shtë në rrinë, ti thuj në gjenet e kime shku, në regullim për këtë punë, a unë vazhdoj me bua ibadat, unë vazhdoj me bu mirë. Përshka këse ahireti më ka eduku me koni zëllshëm, me koni punëtor. Andaj, ne presim nga besimtari të jetë i zëllshëm, nga besimtari a me qenë të zëllshëm, në punë, në aktivitet, në raport me Allah, në raport me familjen, me vetë vetën, në çdo aspekt. Kështu që prezenca e ahiretit përjashton egoizmin, si kërë thamë, përjashton kujtën, po përjashton dembelin. Kështu ka një të rëzë, pejgamberësëm me qka e kanë gjollë zëllshmërinë e sahabeve, edhe në raste kritike. Ka qenë një peshokit pejgamberësëm prezent në betejën e Uhudit. I ka pas dëhur më ndorë, me hungër, më mëlqu pak e tani me betej, me armikun. Pra në Kurejsht e Mekë, pejnë Mekë kanë arë, në Medinë me isulmua, që me muaj, kanë dalë me mbrojt vendin e vetë, fejnë e vetë, familjet e tyne kanë dalë me mbrojt. Dhe i ka pas dëhur më ndorë. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Sari'u, nxitoni, ngutuni në xhenetin e Allahut, gjerësie e të cilit është sa qiell e toka. I ka pas dur me ka thonë, dhe i t'ja është të urme vonona me i në xhenet. Pilo ke spihase i hatje, edhe vërsulla. A kupton këtë zëllshmëri, këtë aktivitet, këtë ambicje, që pejgamberi i ka aktivizu, ai, për shumë hinë namazë e thotë, që e të kry që të loja, loj të mu, e shtu namazën. Dikur s'falet heq që s'kon vakt. Këtu është, që ka e të mu, la e të zbru në bomba të mike, që s'po ki vakt, a që e të mu? Apo, korgjë, të najtëm. Një gjemnat liun pa tanku, si problem, e kam tha problem shpejtësin, në kërë, Allah në falë, kjo s'muja. Hishta, kur kësëm të shku a zgutna, a ma tha i groj 150. Që tha zgut, i zgutna hishta, as kam punë veç, s'muj tha mi groj 40. A e kuptan? Ka njerës të nëzër që, kur gjësë së të po, sen, as preti kush për tiketi për, ama dhe s'po kom vak më falë. S'po ki vak të lovë. Unë e këmë rastis njëre, në haqë kemi qenë të nëzër, në haqë këmë qenë, edhe në Mena, kur shukon haqë edhe në Mena, rejnë musliman të aty në Mena, edhe kalojnë në dynet që aty në Mena, ta është normal, ndronë situata, kalablak pa kalablak, e kështë në barat, po, këmë rastis me nejtë njëre në shator, kanë qenë do djetarë njërë të botës islame. Njëri folke për lezimin në Kuranit, me lezu Kuran. Edhe tha, veç përdu tha mi o thoni sen, tha. Që tu tha në mesin tonë, nësë në gjyshëm, është një miliarder. Një miliarder, tha. Gjda 3 ditë tha e bën hatë me Kuranit, tha, unë e një, se kom gjematëm. Përfacusi i gati 10 kompanive botënuar në Arabinë Sauditëm, edhe ka vakta, për. Në trafik skema, për në ma hatë me mësmonë, për. E kuptan? Që kjo është dembelia që e ka sëllë dunjoja edhe që na mungon zëllshmëria për ahiretit. I thë mësmonë, shkmerë në ngrak i dërë, o, s'kina vakt, Allah. Lexo Kur'an, bë dhikr, namazë me xhamat, vakt, dinamika jeta, dinamike. Po mirë më hani, po të kuptoj fundit dikush, s'po du me arsetu, po flas kuptim të një logjike të pranueshme. Vrapon nga nesër në me kuadro kapacitet, tjetëri milioner e ka bu, tani jetima ka majtë shut. Po ti qapi jep gaz, Allah, si të shku kërkon, Allah. Si a i tha, unë 150 grata, heq pa shku kërkon.
Tash kur gutesh sa jap ti apo? Nëse pa gut 150, kur gutesh, më vanu dikon sa jap. Mos vet ta. Apo. Smuje, kjo smuje. Andaj të ndodh vëzër, ahireti t'jap zërshmëri, ahireti t'jap kapacitet për punë, arsyeshmëri me punu për kundër rrethanave dekurajuse. Sa që ka dekurajim, s'prish punë. Muslimanit i mjafton inkurajimi i ahiretit për me konë i zërshëm, me konë punëtor, kodi bundënës, produktiv për me konë. Pavarësisht rrethanave, inkurajimit, falenderimeve, mirënjohjeve, s'prish punë këto. Këto e narshin mirë, mësarshin, nuk janë pjesë përbërëse inkurajimit, nga se unë inkurajohem për punë nga ahiretit.